Pas publikimit të lajmit për ndarjen e saj nga Ogreni, Neda Balluku ka vendosur të thyej heshtjen me një mesazh të gjatë dhe emocional, ku kërkon ndjesë publike ndaj dish bashkëshortit të saj. Ajo shprehet se ndonë se ndarja ka qenë një vendim i përbashkët, shumë njerëz kanë keq interpretuar situatën dhe kanë shpërndar komente negative në drejtim të Ogrenit, duke e vënë atë në qendër të një gjykimi të padrejtë. Neda ka cilësuar këtë si një padrejtësi që nuk e meriton një njeri që ka qenë për vite pjesë e jetës së saj dhe babai i fëmijëve të tyre. Në rrëfimin e saj të sinqert, ajo thekson se dashuria e dikurshme nuk mund të fshihet dhe se, pavarësisht ndarjes, mes tyre ka mbetur respekti dhe mirënjohja për gjithçka që kanë ndërtuar bashk. Ne nuk jemi armiq, jemi dy njerëz që e kemi dashur njëri tjetrin dhe kemi zgjedhur të ruajmë dinjitetin edhe në fund, ka shkruar ajo. Neda pranon se ndonjëherë emocionet e forta dhe presioni i publikut mund të çojnë në vendime të shpejta, por thekson se kjo ndarje nuk ka ardhur nga urrëtia, por nga dëshira për qetësi dhe mirëkuptim. Ajo u ka bërë apel ndjekësve të saj që të mos e gjykojnë Ogrenin, duke theksuar se ai ka qenë gjithmonë një babai përkushtuar dhe një njeri me zemër të madhe. Mos harroni se prapa çdo titulli dhe lajmi ka ndjenja, ka fëmijë që lexojnë dhe ndjejnë gjithçka. Ogreni nuk e meriton gjithë këtë urrëtie që po qarkullon, sepse asgjë nuk ka ndodhur për shkak të fajt apo tradicisë, ka shkruar ajo me një ton të qetë dhe reflektues. Në vijim të mesazhit, Neda theksoi se jeta bashk ka pasur ulje ngritjet e veta, por se kujtimet e bukura janë më të forta se çdo keq kuptim. Ajo kujtoi fillimet e dashurisë së tyre në Big Brother Albania dhe mënyrën se si publiku i ndoqi në çdo hap, nga dashuria e parë deri tek ndërtimi i familjes. Njerëzit na pan të dashurohemi në ekran, por tani po harojnë që ne jemi po ata njerëz, vetëm ne më shumë përvojë dhe më shumë përgjegjësi, ka përfunduar ajo, duke treguar se vetmja gjë që dëshiron është paqja për të dy. Në fund të mesazhit, Neda i drejtohet personalisht Ogrenit me fjalë prekse. Të kërkoj ndjes nëse ndonjë veprim i imi të ka lënduar apo të ka vënë në siklet para njerëzve. Nuk ka qenë asnjëherë qëllimi im. Ti do të mbetesh gjithmonë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sime dhe dua që njerëzit të respektojnë ashtu siç e meriton. Me këtë deklarat, Neda ju vetëm që mbylli një kapitull me dinjitet, por edhe tregoi se ndarja nuk duhet të shndërrohet në luftë, por në një mësim për pjekurinë dhe respektin e ndërsjellë.